familjet ma aristokratës qetnike serbe, miliarderat e shkive në pej kanë pas bozat. Rajovisht edhe karisht, ku shopejon e din që po foli. Vesh Ramushi sot me dhonë urdhen, të bohen 20.000 ushtarë mrenda 10 minutave. Ka mujt më konë njejt, po unë nuk jom konë atje, kom shok luftarët Mitrovicës dhe sot, nuk kom mujt me jau zbërthy atë punë, po kanë mujt, qështë s'kanë mujt? Pse s'kanë mujt? Qështë mujtëm na? Ma qëtnik ka pas në pej, o konës, dhe më thonë, ushtria qëtnike serbe bazën në pej e ka pas. Policia, paramilitarët, arkanovcat, shëshelovcat, këtë në pej e kanë pas bazën. Pse s'qenë ata mu? Familjet ma aristokratës qëtnike serbe, miliarderat e shkive në pej kanë pas bazat. Rajovisht edhe karisht, ku shopejon e din që po foli. Po nuk janë mu ata, asnjë. S'kanë mujt me bo bazën këtu. Se që thëjmë na dulem shegze, na e na kontrodnum, na e kem dash lirin. Mu edhe ndonjë bosnjak ku më ka fol mas luftës sërbisht më ka pengu. Se haptas me thëmë. Po tash, demokracia, liria, shteti, funksionalizimi, janë qëtësu zhoknat në regull jena. Vesh Ramushi sot me dhonë urdhen, të bohen 20.000 ushtarë mrenda 10 minutave. Se kur në respektin për të nuk kena me, pa marë parasysh që thoi njerëzit, ajo komandanti janë, desa desim na. Gjithmonë dhe kur s'ka muzbekjo, s'ka lidhja i kena punë ekonomikisht mira, i kena punë keq, na më parim e kena një ideal. Mu familja Haradina dhe familja Jasharaj, mu më kam bo patriot. Normal, edhe familja jame, po këto dy familje legendare, kur jënë sakrifiku, dejmë vetë flemë, kush janë ana? Edhe ata i kem motiv për shqiptarije, për komres, kur kuj tjetër si besojmë na. U bo 26 vjetë liri edhe hala me pas u të bash, të e bo jetën në Kosovën e lirë. Unë nuk kom fuqi edhe jom i vogël, veç kjo të mera. Du të me pru Kosova një lizë special për bashkëpunëtorët edhe ish bashkëpunëtorët e armikit tonë Sërbisë. Vesh ligjë, se na nuk mujmë me marrë ligjën në dorë, tash me himi i vrana, na nuk mujmë, nuk bojmë na asisende. Por shteti du të më marrë, ligjë Kosova, ligjët e Kosovës, kena polici, kena shërbim sekret, kena gjithë shka. Befasona, qysh, lecionu të bashkë si dijen, po edhe kanë kryt të nëlte, edhe janë biznismena e paradis që thojmë na, suksesshëm. Jo thojnë, kur kryet lufta, bën me bashkëpunu më armes. Qysh bën me bashkëpunu më armes, do neve na kanë prej, e na kanë rjep, me mija masakra, e komandantat matmajtu që kës, krejt i kanë shti burzeve për që të liri krejt. Po, s'po kom fuqi, nuk jam kompetent për këtë punë, po kjo është, do më thonë, du të më alon marrën, se cila qeveri që shkon e vjen, që se bjen një lizë, mu marrë me këta njerëz, me këta fmi të të bashkëve, me u të bashkëve, me që dhe babzysha të të bashkë i kam pasë. Letë që nuk e epin hakin, po në këtë Kosovë, ma vlerë ka një minoritet, pa dalim minoriteteve, se sa një ushtari vërtet i USK-s. Këtu o bo propagandë 25 vjetë, se ata që e kam prodhu propagandën kundër USK-s, edhe jënë konë u të bashkë, edhe nuk kam bo kur zho për vendin. Edhe ju vjen i nati, që shëndalë do djemë të pa shkollum, pësë në vetëm i pa, dhe më thonë, nuk kom marsim të lartë, i në konë fmi, hala pa kry shkollën e mesme, kem bo men me shliru vendin. Ata kanë më lef, si që në konë zët me bo kur zho, edhe tash kanë bil u rejtje, në 50% këti poplit që nuk na dojnë, na shojnë, na etiketojnë, na thonë, qmas, do më thonë, jo e keni rrit numrin e veteranëve, jo se keni rrit numrin e veteranëve, ai veteran që jo falës, ku do kofta e dim vetë që jo falës, nuk kom nevojën as me bo me gisht. Ai që jo veteran i vërtet, ai e dim vetë. Unë nuk kom nevojë me folë për vetë i kur zhesh, se veprat e mia folin vetë. Ata shokë që në konë me mu e din kush jo mëne. Sikur që unë e që e di për shokët e mi kush janë ata. Na nuk kem nevojë për reklamë. Na kem nevojë veç mi kallëzu këti poplit, falë gjakit të ushtarëve të USK-s, e gëzoni lirin, e lexoni abetare në shkollë lirë, shkon polici në punë lirë,
Vinë gjeneratat e reja që në le mas lufte, jeni të jetu jetën e lirë, ju nuk na dini vujtjen tonë, le që s'na dini, po ju as nuk na kuptoni, as mundeni me marrë me mend që ka hek një ushtari ose kës, për ti me shku në shkollë i lirë. Edhe këto fyrje, këto o dhomë pare e madhe propagandë kundër neve, sidomos kundër komandantave të luftës sonë shkrimtare, të cili së cilë jo konë më i zoti së tjetri, veç Ramushin duhet me vësu për i krejtve, se Ramush Haradinaj është një hero, një Skënderbej i gjallë, një Adem Jashari i gjallë, është Ramush Haradini, e ka fatin ky popull me prek, me ndje dhe me ndajt me ta, po ky popull o të shërodit, 50% i popullit janë të shëroditën e më zëmo kesh për neve.